Për kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, rritja e çmimit të naftës nuk vjen nga situata ndërkombëtare, por nga qëndrimi i qeverisë shqiptare. Sipas tij, qeveria e Edi Ramës po mban çmimin më të lartë në botë për shkak se refuzon të heqë barrën e lartë fiskale që ka vendosur mbi naftën. Nafta 224 lek për litër shënoi çmimin rekord botëror. Dhe kjo jo se nafta u rrit kaq shumë për shkak të luftës në linjet mesme, por për shkak të ngarkesës më të lartë fiskale që Edi Rama ka vendosur për çdo litër naftë. Për liderin e Selis Blu, qeveria po diskriminon fermerët që e marrin naftën disa fish më shtrejtë se sa të pasurit. Njoftoi këto ditë se do heq edhe subvencionet për naftën e fermerëve. Do me thanë, miliardierët që vinë dhe marrin nga 1 milion litra naftë në portin e Durrësit me jahtet e tyre super luksoze, e marrin naftën me 60 lek litrën, kurse fermeri detyrohet ta paguajë naftën me 220 lek litrën. Kryedemokrati preku dhe çështjen e zgjedhjeve lokale që mbajnë vitin tjetër me fokus të veçantë në Tiranë. Ne do bëjmë gjithçka që të kemi kandidatët më përfaqësues në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë. Berisha bëri thirrje për bashkim në protestën e 17 prillit, kundër asaj që e cilësoi si një rrezik për integrimin dhe të ardhmen europiane të vendit. Bllokimin e votimit të raportit IBAR në Bashkimin Evropian. Të bashkohemi me 17 prill. Tu tregojmë shqiptarëve kudo që janë. Ti tregojmë Europës dhe botës se ne qëndrojmë të pamposhtur përballë këtyre hajdutëve.